Nga pesha e historisë tek forca e gjeneratës tonë, rinia është shtëpia e të gjithë atyre që nuk mjaftohen thjesht me atë që u ofrohet. Për të gjithë ne që jetojmë mes ëndrave dhe realitetit, këtu diskutojmë botën tonë, pas një dorashk. Unë jam Kleantina Ferzaj, një re që ecën me parimin Guri Rënd në vend të vet, e apasionuar pas letrave dhe medias, por jo thjesht për të bërë pjesë e ekranit apo për të bërë virale në rrjetet sociale me të thëna që nuk vlejnë asnjë grosh. Jam e apasionuar pas asaj lloji mediaje, gazetarie, që bëhet zë, që bëhet hapësirë, që kthehet në një lëvizje dhe trumventim për kauza të forta. Sot nis rrugtimin hapësira më e re në replik, si pjesë e një cikli që nisi me Ameli në gjurmë fëmijërie, vijon me Rai në adoleshencë dhe vjen tek unë, në rini, një hapësirë 100% e jona. Pa kate, pa skenare dhe pa pyetje të gatshme. Unë, ne, si brez jemi paragjykuar shumë, nuk merremi me asgjë, nuk na intereson për asnjë gjë. Gjenerat TikToku, gjenerata Z, gjenerata Dembele, por në fakt pas 1990-s, kur u përmbys dhe regjimi komunist, jemi ajo gjenerat që ka trembur deri në palc 2 herë politikën shqiptare. Një herë në 2018 dhe aktualisht kur mira prej nesh po protestojnë në shesh kundër sistemit. Ne nuk jemi një brez që nuk kuptojmë, përkundrazi. Jemi një brez që kuptuam, dëgjuam dhe kur pam se durimin po na i merrnin për dobësi, u çuam. Në rini, do të jetë hapësira për të gjithë ata që kanë kauza me veten, kauza me jetën e deri tek çështjet sociale, qytetare dhe kombëtare. Autoktonos jemi ne në histori. Shqipëria Biz shqiptar. Red and black, I dress Igor on my chest, cuts a bit and I'll pay. Sot pra në këtë tryezë të rrumbullakët ndodhet e ashtu quajtura gjenerata Z, ajo lloj gjenerate Dembele që nuk do t'ja di për asgjë. Por ne të shohim sot dhe ta vërtetojmë që a duam t'ja dim apo s'duam t'ja dim vërtet për vendin tonë dhe a jemi vërtet një gjenerat TikToku, një gjenerat që nuk duam t'ja dim për asgjë, ose siç na thon ndryshe brezi i patatinave, që unë nuk mendoj se do të jetë kështu dhe do ta shohim dhe deri në fund të këtij episodi. Në të majtën time kam Xhenin, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Në të djathtën time ndodhet Livia dhe Teri. Përshëndetje. Tu pra do të diskutojmë se a jemi një brez patatinash, a jemi ne gjenerata e TikTokut, a ngelemi vetëm në TikTok, apo mund të shkojmë dhe deri në sheshe dhe të protestojmë që të vërtetojmë që nuk jemi ajo lloj gjenerate. Le ta nisim pra me çështjen e Zvërnecit, çështjen e Sazanit dhe të dalim direkte në temë. Kur dëgjuat për herë të parë për këtë çështje, çfarë menduat? E para menduam se si prona publike, kundërshtoi dhe pa pritur i ditë pronari. Domethënë një vend që njihet ndërkombëtarisht për turizmin, por nga ana tjetër ky turizmi masiv po vjen me një kosto për një qytetar të thjeshtë, të cilët duam të bëjmë pushimet në një plazh publik, për të marrë termosën me vete, për konsumuar disa ushqime nga shtëpia dhe për të pasur pak paqe dhe për të parë pak klorofil. Kjo ishte, domethënë, shenja që po kuptonin që ka diçka që nuk po shkon me sistemin politik shqiptar dhe se si sistemi politik shqiptar aktualisht përdor durimin e qytetarëve që votojnë dhe e përdor për të pasuruar kurrizin tonë. Deri çfarë mendove ti kur e dëgjove për herë të parë? Çfarë ndjeve kur dëgjove për këtë kaos që sapo do ndodhte? E para falenderoj shumë për ftesën, sepse kisha kohë pa parë media që me të vërtet i gjenden afër qytetarëve në momentet vështira. Të them të drejtën, unë nuk jam marrë me politikë, sepse politika ka qenë një sektor i cili nuk më ka pëlqyer ndonjëherë. Më duket sikur njerëzit politik flasin shumë dhe kanë veprime shumë të pakta. Kur pash rastin e Zvërnecit, kisha hequr shumë dorë nga lajmet, i kam bojkotuar media për shumë vitesh, nuk e hap në televizor. Por ky lajm nuk më ka shpëtuar
të paktën nuk i ka shpëtuar ndërgjigjes time si qytetare të këtij vendi, e cila kam investuar 24 vite të jetës time duke punuar në mënyrë të ndershme, kam paguar gjithmonë taksa dhe kam punuar me djersën e ballit dhe ndjej realisht me sinqeritet të plot që të flas për vendin tim. Rasti i Zvërnesit mua më ka indinjuar jashtëmase shumë. Ka qenë një nga ato raste ku me të vërtet, sidomos momenti që djali është marrë zvarr nga policia, më ka kujtuar që ne gjithë këto vite të Ishte ky regjimit, momenti kulminant, pra ishte momenti kulminant, momentin që morën atë djalin zvarr, ai ishte një nga ato momente, apo ishte momenti që e ndezi pra këtë të zell Momenti që kishte edhe populli ndezi, shqiptar, apo nisi që momentin e shitjes të... shiko, për këtë rast, unë të them të vërtetën, për të qenë sinqert nuk e kam ditur se çfarë ka ndodhur, sepse siç të thash e kam bojkotuar mediat me shumë vitesh dhe nuk kam pasur informacion. Por kur i kam parë lajmet, ka qenë sikur të thot dikush sot është ditë e fundit që jeton në këtë shtëpi dhe nesër del nga shtëpia. Kam ndier më ka lindur diçka këtu brenda meje dhe jam mërzitur jashtëmase, duhet ta pranoj këtë. Jam mërzitur dhe nuk kam pasur koment me ato video që kam parë, që djalit merret zvarr dhe policia e shtetit që është ai institucion që duhet të gjendet afër në atë momente dhe në momente të tjera patjetër kur ndihesh i rrezikuar si qytetar mos të bënte asnjë gjë. Për mua ka qenë shumë e Gjeni, rëndë. çfarë ndjeve ti kur dëgjove këtë kaos? Kam qenë duke ndejtur, isha afër babit dhe në një moment shikoj disa video në TikToku që Gjenerata e TikTokut pra? sigurisht gjenerata e TikTokut, por jemi më shumë se aq. Shikoj videon dhe pyes njëherë babin çfarë ka ndodhur sepse si sezon provimesh nuk e kemi pasur shumë mendjen tek lajmet dhe tek gjërat e tjera. Dhe më thotë që Zvërnecin e kanë rrethuar dhe po e marrin. Jo, i thash është e pamundur sepse ne kemi qenë para 2 vitesh si mund ta marrin në vendin tonë. Edhe e kanë shitur. Edhe në një atë moment thjesht ndjem shumë e mërzitur të them jo nuk ka mundësi, duhet të jetë në një lajm i rrem ose në një gjë e tillë, mërzita goxha shumë dhe pash të nesërmen që kishin dalë njerëzit venalit të vendit duke kërkuar të drejtat e tyre për tokën e tyre dhe pash dhe shumë të rinj si puna jon të moshës tonë që bërtistin dhe thonin se toka jon nuk merret dhe nuk shitet nga askush. Çfarë të shtyu ty të merrje pjesë në protestë? E ardhmja jon, Shqipëria jon, sepse nëse sot filloj me Zvërnecin nartën, nesër mund të filloj me çdo pjesë tjetër të Shqipërisë. Mund të filloj nga veriu në jug, Shqipëri të mesme, çdo pjesë që ka të bëjë me natyrën tonë shumë të bukur, me florën dhe faunën e Shqipërisë, që është një ndër gjërat më të bukura në Ballkan. Goca juve çfarë shtyu të merrni pjesë në protestë? Dashuria. Dashuria? Dashuria ndaj vendit dhe ndaj idealeve. Mendoj në fakt kur fite për dashuri, zakonisht mendon ai personi tjetër, personi i zemrës, por në fakt dashuria është shumë e thellë saq dhe shumë më e gjerë. Dhe pikërisht që dashuria për të ardhmen dhe për vendin tim, na shtyj që të protestojmë dhe kërkojmë drejtat tona në mënyrë prej 11 ditësh, 12 më saktë. Dhe normalisht kjo dashuria tregon që ne dim të duam dhe kur dim të duam, ne mund të rëndisim dhe mund të shkërmoqen dhe sistemet më të betonizuara të mundshme politike. Patjetër që dashuria për vendin, unë e kam dashur gjithmonë Shqipërinë dhe ç'është e vërteta më mungon ajo mbledhja, ai uniteti që bën njerëzit kur bëhen ato ndeshjet e futbollit. Ato mbledhje dhe ato unitet unë dua ta shoh edhe në këto raste kur Shqipëria është në pikë të hallit. Dua t'i shoh këta njerëz të mblidhen, sepse çdo gjë fillon nga toka. Mos ishte kjo një nga pikat që ndoshta shqiptarët kuptuan që po, ne jemi një, ne mund të bëhemi dhe ne e duam vendin tonë, po aq sa duam edhe njëri tjetrin. A mos ishte kjo kauzë më shumë të na ndihmonte pra dhe të kuptonim që ne duam njëri tjetrin aq sa duam edhe atë dheun. E vërtet, e vërtet. A ndiheni në protestë sikur jeni të dashura, domethënë sikur shqiptari e do shqiptarin. Më duhet ta them këtë Si që ndiheni në protestë? A ndiheni qenë domethënë që të gjithë jemi një dhe ka dashuri aty mes popullit? Më duhet ta them që protesta, të paktën unë kam qenë pjesë e protestës 6 ditë rresht dhe më duhet të them që protesta ka qenë më se qytetare.
Duke hedhur poshtë të gjitha ato aludime që ka pasur dhunë apo ka pasur gënjeshtra të tjera, protesta ka qenë shumë qytetare dhe jam ndier më e sigurt se në çdo protestë tjetër. Është janë ato protesta që historia e Shqipërisë nuk e ka parë ndonjëherë, janë 10 ditë rresh, 11 ditë që vetëm protestohet. Dhe ka rini. Ka goxha. Që është e rëndësishme kjo. Ndjer në protestë. Jam ndier shumë e afërt me çdo person njerë, sidomos të rinia jon, moshatarët tonë, jam ndier shumë e afërt, shumë e afruar nga të gjithë. Edhe siç e tha dhe para folësja, ka qenë një protestë që sot e kësaj dite po vazhdon akoma, shumë qytetare, ka qenë shumë e paqët. Do të thoja me njëri tjetrin dhe siç e thanë që shumë vite që Shqipëria njerëz si ka parë kur protesta kaq të mëdha, me thënë të drejtën, të gjeneratës tonë dhe shpresoj që akoma të vazhdojë, që të bëjë një ndryshim. Thonë që pse nuk janë mbledhur më përpara, se shqiptarët nuk e kanë ngritur zërin më përpara. Mos ndoshta u ka ardhur më Ka një përgjigje edhe për këtë. Po, u mbush kupa aq shumë që thaj që jo që po derdhej, po nuk mbante më asnjë lloj pike. Plasi. Plasi. Kupa plasi, u thye. Se thonë jo, po Pijame. pse nuk kanë marrë parasysh të tjera të mblidhen, por u kujtuan diçka tani. atyre që kritikojnë, Da. të gjejnë vend për kritikë dhe momente kaq delikate dhe kaq ndërgjegjësuese. Para një herë nëse e keni kaq shumë problem, që pse nuk kemi mbledhur, mbas do ta kishin mbledhur ju protestë që vinin dhe ne. Nëse doni që ne me që nuk që kemi ngritur më përpara. Dhe më mirë vos sa kur të populli, sepse po të mos e kishin bërë të protestë, ishim akoma në mendsinë e sklavit. Dhe sa për ata që vënë që gjën, dhe në veç të na mbështesin, të bën zërion, që të na lavdrojnë, të na japin forcë, gjë për kritikuar, vjen shumë keq se janë njerëz që ju ka munguar kjo dashuri anit në tyre dhe normalisht kjo mungesë e dashurisë është gjë shumë e madhe dhe kjo reflektohet në komentet e tyre ofenduese dhe në stillet e tyre dhe në gjestet dhe mimikat që bëjnë apo dhe A mos kanë frikë ndonjëherë? po dhe A mos kanë frikë frikë të marrin pjesë në protestë? po patjetër kanë frikë. Unë kam thënë shumë herë se më duket sikur dhe prindrit e familjeve shqiptare janë shumë egoista. Sepse mendojnë patjetër është ajo rroga e fundit të muajit që ty të bën që të mbijetosh, se për të jetuar ti nuk jeton dot në Shqipëri, edhe kjo është një gjë mos e ditur tashmë. Këto janë të gjitha traumat dhe pasojat e shumë regjimeve. Shqipëria ka hequr shumë, ka vojtur shumë. Dhe nuk dua që këta prindër nesër deri të qajnë kur fëmia ikën jashtë vendit. Fëmia ikën për një vend më të mirë, për të gjetur shpresën që këtu nuk e gjen dot. Atëherë ti si prind, për atë 600.000 lekë rrogë që merr, du të dalësh jo për rrogën, po për veten, për fëmijën, për familjen, për të gjithë. Unë nuk dal për veten time vetëm, unë dal edhe për ju. Unë dal për të gjithë shqiptarët që kanë kaluar gjithë këto regjime dhe kanë hequr, i themi ne nga jugu, të zinë të ullirit. Kështu që ka një Kanë revolt. frikë shqiptarët të dalin në protestë? Kam rastisur shumë moshatar si puna jonë që nuk dalin në protestë dhe A kanë frikë apo thjesht mendojnë se një nuk e bën diferencën? Po mendoj se e kanë frikën sepse ata mendojnë për të ardhmen e tyre, sidomos këta njerëz që duan të jetojnë në Shqipëri dhe punën që gjas me shteti, jonë i dashur, që është në krye, nuk do t'i japi atë rrogën në fund të ditës, do t'i largoj nga puna dhe thjesht mendojnë se do të ngelin pa punë. Jo, po në krye sot është partia që është në krye. Dhe mendojnë se vetëm ata do jenë aty se do dalin nga shkollat, nga bankat e shkollave dhe kush do më fusin mua në punë, sepse në krye është Partia Socialiste. Po për ata që mendojnë një nuk e bën diferencën. Unë mendoj në fakt, se do të përcete që tha Gjeni, duke që sa studen në filozofie dhe jam viti 3, dhe po merrem në temën e diplomës, me dashuri. Livia po merret me temën e diplomës, por ka ardhur në këtë tryezë të rumbullakët për të diskutuar që ne që kemi një gjeneratë këto. Duhet të kalojnë në praktik. Kjo që ne bëjmë protesta është praktika e temës time diplomës, është profesor, me shumë respekt. Ai që dua të plotësoj është pikërisht sepse më kujtua Hannah Arendt që mbijetoi Holokaustin dhe bët një nga tërheqësitë më të mëdha politike të historisë bashkëkohore. Dhe ajo ka qenë prezente në gjyqin në Jeruzalem të Adolf Eichmannit. Eichmann ishte një nga arkitektët e Holokaustit dhe regjimin nazist. Edhe kur bën gjyqi që ajo kuptoi në fakt që Eichmann justifikoi vazhdimisht, kam bërë urdhër, kam zbatuar atë që më thanë, atë që më tha Fryeri, atë që më tha Goebbelsi për shembull. Dhe Arendt doli në tezën që kur dikush
thotë që unë kam zbatuar urdhrat, nuk është alibi në të mirën e tyre. Tregon që to kanë qenë të dobët në karakter, ai se kam pranuar që të nështrohen dikujt që ishte më i fuqishëm dhe më i kushtetshëm si ata. Dhe unë dua t'i them vetëm diçka. Nëse keni frikë që të protestoni për pjesën e pagës, që është gjë shumë e sinqertë, në fakt nuk e mohoj, por harroni diçka. Kur kjo makt të mbarojë, ju do jeni viktimat e para. Të bëni kurban për një vit që nuk s'ia di fare për ju. Atëre po tek pjesa që një nuk e bën dot diferencën. Pra, hajt mos e shkojun se unë një jam. Çfarë diferencë do ketë? Çfarë mendoni? Ndoshta keni diçka për t'ju thënë. Numri ka shumë rëndësi, sot je 1, nesër je 10. Veta kur shkon te lulet për të një fjalën, nuk merr vetëm një fjalë, merr disa dhe shpërndan. Gjeni? Sigurisht që një bën diferencë, se sa më shumë të rinj dhe të reja, aq më shumë fuqi dhe forcë. Ke motivuar ndonjë nga pjesa e shoqërisë tënde për të marrë pjesë në protestë? Me thënë të drejtën, shoqëria ime më afërt nuk kanë shkuar në protestë, ose mund të kanë shkuar vetëm 1 ose 2 ditë e kanë lënë. Dhe i kam thënë, hajde dalim, jo po ç'më duhet se unë do i kija shtetit. Po tani po ne që do shndrojmë këtu për shembull. Ti të paktën hajde për të ndryshuar vendin tënd, unë e di që do i kishja shtetit, po vendi jote si bie, do ngeli pa të rinj dhe pa të reja. Pra shndroka akoma kjo që rinia shqiptare dëshiron të largohet dhe nuk e do vendin. Ndoshta e do vendin, por nuk e shef si një mundësi për të jetuar. Mbasi nuk kanë dëshirë për luftuar. Kanë humbur shpresën, janë të lodhur. Janë të Në momentin që ato do shkojnë në shtet, sigurisht kanë humbur shpresë dhe çdo gjë. Janë 44 vjeç dhe janë rritur dhe po plake me këto figura politike dhe me këto klasë politike. Pra imagjino një person ka qenë prezent në fëmijërinë e tyre, në adoleshencë, në rini, kur janë bërë prindër, dhe mbasi pikërisht kjo i ka demotivuar, sepse e kanë trashëguar këtë tiparin të qenurit apolitik, pra neutral. Opsionet e pakta. Unë ose dështon si revolucion, se unë kam shumë qejf ta thras si revolucion. Mos e thuaj fare, si revolucion. Jo, s'ka problem se Në qoftë se dështon. marrim dhe anën tjetër të medaljes, ëh. Në qoftë se dështon Jemi të hapur, po. si gjë. Unë kam shpresë që nuk do dështoj. Kam shpresë sepse është thënë se do të mblidhet edhe diaspora këto ditë. Do bëhet një protestë më gjigante, 13 madhe që kam parë ndonjëherë në histori shqiptare. Dhe kam shpresë që do zgjasi dhe njerëzit do të vazhdojnë të kërkojnë një zgjidhje. Dhe zgjidhja është ato që ju keni dëgjuar dhe aty, përveç se të anullohen të gjitha projektet që janë në dëm të natyrës shqiptare. Gjithashtu të jepet dhe dorëheqja. Dhe për këtë ka shumë arsye pse do të dhënë ajo dorëheqja. Ajo dorëheqja nga ai person që është në krye, ai thotë sado që ju të dilni në shesh dhe në mbar vendin dhe në mbar botën, ai nuk e jep dorëheqjen. Edhe diktatorët më brutal, populli është ngritur. Sigurisht që populli do të ngrihet dhe nuk do ndalojë së ngritur deri në fund, po Është kjo për Zvërnecin apo për Stazanin apo është diçka më e madhe se kaq? Unë mendoj kjo ishte thjesht si një shkëndi që ndezi Shkëndi, popullin po. shqiptar, Kjo ishte më së shkëndia. shumë pirinin. Kjo ishte shkëndia dhe pastaj ka vazhduar sepse shqiptarët kanë shumë probleme, fillon me Ne jemi arsimje, studente shëndetësia, dhe do të presim për bursat e ekselencës. Imagjino dikush që është me ndihmë ekonomike, që ka prindër të smur, që vjen nga rrethet, sa e për të bursë. Më shumë se sa unë, aponentët katërta këtu, që mbasi kemi pak mbështetje nga familja, apo që mbasi kemi disa privilegje. Por dikush që vjen me vështirësi ekonomike dhe vjen nga rrethet, është i vetëm në Tiranë, i duhet ajo bursë. Dhe pikërisht kjo vonesa është një talli me studentët që nga një ranë kërkojnë që t'i paguajnë tarifa në kohë, për ndryshe në futesh në provim, dhe nga ana tjetër as nuk guxojnë të ta japin atë shërbimin për cilin ti paguan tarifën. Kjo është bursa. Gjeni, është kjo një kauzë më e madhe se sa sigurisht njerë për ne studentët kemi dëgjuar shumë dhe në fakultetin tonë që ato lekët ku shkojnë? Kush i merr lekët tona që nuk vinë në kohë? Dhe shumë e vërtet që kërkojnë tarifën e shkollës, në momentin që një sekondë se siç e thënë vajza, Nuk futesh në provim. nuk futesh në provim. Kjo është një gjë për të trembur studentët që të paguajnë me detyrim në këtë pra moment. këtu futemi te një nga dështimet e sistemit. është dështim më i
madh. Një nga dështimet Nëse e ti e sistemit, pra bën- dështimet e shumta që ndes edhe rinin shqiptare. Studentët, Ndoshta me sidomos. çështjen e fundit që ndodhi, me çështjen e Zvernecit, u mbush aq shumë kupa sa që rinia fillon Klea, të kur ngresë. qohet Filloj me Rinia Zvernecin e pastaj ka doli tek mbaruar gjërat linja. të tjera që nuk bëjnë sens fare. Jam, Si te studentët, si te tarifa, si te rritja e çmimeve naftës e të gjitha gjërave të tjera. Unë jam gjithmonë për tezën arsim publik falas, sepse arsimi është një drejtë që në kushtetutë. Përderisa jam munduar ta shkruaj në kushtetutë, arsimi është një drejtë e çdo qytetari i kësaj republike, duhet ta zbatojmë. Për ndryshe hiqen një farë nga fjalia. Është gjenerata jonë më aktive se Është më aktive dhe mendoj është dhe më Këto ditë më kanë dhënë krijuese. shpresë që po. Këto ditë më kanë dhënë Shumë shumë krijuese, shpresë. sidomos në kjo gjenerata Z njerë me Më duken pankartat shumë- që kemi parë, Më janë duket, shumë domethënë, gjëra të sepse bukura. qëndron dhe komedia dhe tragjedia brenda. shumë e Në ato vërtet. komedi ka dhimbje, pavarësisht se shumë e ne vërtet. qeshim. Ka shumë dhimbje aty Ironik, brenda. Ajo është një sarkazmi. ironike, Po. Dhe ironike për të treguar dhimbjen, që ti patjetër po ti shkon kalon, vërtet. dhe të kujtohet, po të paktën e heq edhe atë një moment e heq edhe pak mendjen edhe qeshe, e kupton? Por brenda ka një kaos. Dhe Ka një kaos dhe ka Më brenda pëlqen kësaj kjo kause. gjenerat sepse ka shumë rebelizëm, mbi të gjitha më falë. Dhe po, Ka patjetër. rebelizëm Unë shumë. Ka mendoj rebelizëm gjithmonë dhe është nga që fikat e forta të dashuria dhe gjeneratës tonë. rebelizmi janë një. Rebelizmi, pra dashuria që bën njeriu është një forcë aq e madhe brendshme, sa që bën njeriu të rebelohet ndaj çdo gjëje, ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj politikës. Dhe normalisht kur njeriu që ka brenda zemrës tij dashuri për jetën, për shoqërinë, për miqt, për familjen, edhe për macën në rrugë që ka. Pra mendoj është pikërisht ajo forca dhe ajo katapulta e madhe që e shtyu shoqërinë shqiptare të ngrihen protestë. Dhe mendoj që ky brez ka dashuri, ka shumë biles. Dhe Nuk prandaj dua ta po e them, der por në për rrugët e sheshet e Tiranës dhe nuk diasporës. dua ta them, por po sigur të dështoj si gjë. A do të angazhoheni më shumë? Do hiqni dorë në një Unë formë them që shpresë asë se fundit. Në asnjë mënyrë. Unë nuk kam humbur shpresën, këto ditë sidomos më kanë dhënë një Shpresë emocion më që shumë se nuk çdo kam protestë ndier, tjetër. dhe e them me sinqeritet të plot, një emocion që nuk kam ndier në asnjë protestë tjetër që kam qenë, sepse unë kam qenë pjesë e shumë protestave. Unë dalë si qytetare, jam antipartiake, nuk jam me asnjë lloj partie. Dalë si qytetare e këtij vendi dhe kam qenë në shumë protesta, po si kjo protestë nuk kam parë ndonjëherë. apo e dëgjojnë institucionet zërin e të rinjve, apo e Institucionet dëgjojnë dhe bëjnë sikur nuk e dëgjojnë. Kam frikë. Kanë shumë frikë, siç e thamë Po, edhe Gjeni? vetë. Kanë frikë, po Ne ti kemi vënë re që në televizor dalin protesta dhe thonë këta po ngrihen për LGBT, ndërkohë që kauza është komplet gjë tjetër. Janë të gjithë. Imagjino Janë ndoshta për të domethënë. trazuar pak Shumë gjë dhe vërtet. të hequr pak thelbin e gjithë protestës. dhe Neve është më shumë na përmbulur kanë në një nxjerrë institucionet po, e huaja nga çdo anë e botës. është e çuditshme, po këtë Që do thotë që- se ti fillon që nga media, institucionin e medias, e cila Sigurisht. nuk ka transmetuar asnjë gjë në ditët e para të saj për Sigurisht, të këtij problemi. është të mërshme, është totalisht e Media mërshme. shqiptare. Nga mediat shqiptare ose nuk e prisja domethënë si gjë, nga një anë, se dhe nga një anë është e pritshme, siç ata është e veti kanë i druen, përcjell gjithë sepse kanë bota frikën dhe- e personit që është në krye. Sigurisht. Ndërsa unë në fakt mendoj vjen keq për ata që quajnë vetëm analizë dalin për sot televizive dhe Shumë shpifin vërtet, pa edhe pikën ka. e turpit dhe pa u dritë qerpiku, që thonë jo po na ka paguar Irani, jo na ka paguar Soros, Dhe tani janë jo na ka shumë versione, paguar po presin Greku, versionin tjetër. Serbi. Këto ndoshta janë Qofse mua edhe ka paguar për të Iraniani, tërhequr pak atë vëmendjen e po gjithë patjetër, thelbit dhe do të të them gjës. diçka. Qofse mua më ka paguar Iraniani, më ka paguar vetëm shafranin e famshëm që ka. Vetëm me shafran ka paguar asgjë më shumë. Dhe më vjen shumë keq. Çfarë po protestoni? Natyrën, kombin, Gjitha. dëshirën Të gjitha bashkë. për të Unë të thash, dëgjuar. fillon vërtet gjitha me bashkë. tokën. Pse? Sepse toka është fillesa. Në tokë ti ndërton shtëpinë. Në ato ke qeshur, ke qarë, ke hedhur hapat e parë, se u bëra si na infrashe tani. Dhe pak gjë fillon nga naiv. toka, po kur ti s'ke tokën, si mund t'i kesh të tjerat? Dhe Po, fillon me pastaj natyrën, Ajo është po baza. vazhdon me shumë Me shumë problematika gjëra të tjera. tjera, shumë problematika që ne po hasim çdo Ne ditë duam më të shumë. jetojmë këtu. Po, Nuk duam të ikem. Se duhet të ikem në marrë rrugët e botës si refugjat. A keni një moment specifik në protestë që ka qenë një moment shumë emocionues për ju? Kur shikoj të vjetër, moshuar që ishim para në Shtereza. Po. Se kemi qenë bashkë. Nuk ka ardhur Janë të fundit. lodhur dhe janë të vetmuar dhe mbas e kanë kuptuar më në fund. Po e thash që fillim më mirë vonë se sa kur. Dhe ato pankartë që kemi lexuar, vendimet e tyre i kanë kushtuar mbase gjë më shtrenjtë. I kanë lënë fëmijët, i kanë jashtë.
sa është tragjike. Po, ja pankarta që e kishte bërë që tha. Ajo gjyshja në mosh, për ata që ju na i keni dërguar jashtë shtetit, na ka marrë malli në klapa. Sepse është dhimbje, është dhimbje. Është kjo protestë një prop që vërteton se Gen Z nuk është ashtu se si na përshkruajnë. Pra nuk jemi as dembel, nuk jemi as Sigurisht, këtë doja të thoja që pra është kjo protestë vërteton që ne nuk jemi një brez i tillë. Sigurisht, ne kemi vënë re këto 12 ditë që nuk kemi ai brezi i patatinave në thojza ose ata për tacët, që shumë po na quajnë edhe sot e kësaj dite që ne bëjmë protesta. Jo se ne dëshirojmë shumë që ta vërtetojmë atyre që ne nuk kemi një përballë për këtë gjenerat. Sepse protesta në shesh flet shumë, se mendojnë që ne nuk jemi flet shumë. Por Kërët janë të pakta, kur ti shef njerëzit që mbushin në rrugët e Tiranës, dhe jo vetëm Tirana, se janë të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe diaspora që po reagon. Nuk ka koment, Ndërsa unë ka më fjalë, çfarë thuash për Ne kemi këtë? një sfidë. Që na shohim që po na shikojnë. Ai do të pëlqej shumë që ke shumë rrullë. Që ata analistët të vinë këtu ballafaqohen ne, këtu në lokal, me që kemi brezi kafes, jemi në habitatin tonë natyral, të vinë këtu, të ballafaqojnë sy në sy, pas skenar, spontane të vinë ato fjalë, se na vjen neve këtu, që na vjen nga zemra dhe nga dashuria për këtë vend dhe për jetën tonë, dhe të na thonë, jemi vërtet paguar neve nga të huajt. Na shikojnë në sy. Se po e bëj sfidë dhe unë po i shikoj në sy tani. Bravo. Të kenë guximin, të vinë, të na ballafaqojnë e të rinjt, po, të brezin dembel, të brezin analfabet, e TikTok. të brezin e TikTokut, të brezin e patatinave, të brezin që rikot, hapi, konviktor, se na keni qenë konviktor. Të vinë, hajde dhe ballafaqoni. Deri atëherë, ne ju mi prese. Shpesh po pas e të thuash atë pyetje, sepse shumë herë kam dëgjuar që njerëzit kanë frikë dhe nga kërcënimet, patjetër shumicën e njerëzve i kemi që punojnë në shtet, por këta persona duhet ta kuptojnë një gjë, ne kemi jetuar ferrin të gjitha vitet, që nga lindja deri më tani, kemi vuajtur shumë dhe nuk kemi frikë as të vdesim më. Sepse jemi vrarë dhe jemi dhunuar në 100 forma të ndryshme. Jemi dhunuar në ushqim, që edhe sot e kësaj dite që flasim është me hormone, jemi dhunuar në arsim, jemi dhunuar në shëndetësi, jemi dhunuar në infrastrukturë që bie shi dhe bllokohen rrugët. E kupton? Edhe shkollat janë bërë sot ferri, nuk kam frikë as të vdesim më. Ke folëm dhe për të shkuarën e Shqipërisë, që shkuara na përndjek akoma dhe unë nuk mund t'i them më as së shkuar, por flasim pak për të ardhmen, si e shihni ju Shqipërinë, gjeni si e shef Shqipërinë pas shumë vitesh? Nëse ne ja dalim me protestën dhe që si që ti a keni frikë se mund të shtosh shpresoj që jo, sepse kemi shumë shpresë. Nëse ne ja dalim Shqipëria do bëhet akoma më mirë se ç'është aty. Do rritemi shumë në çdo gjë, edhe do kërkojmë të drejtat tona ditë për ditë dhe me shpresën që do na plotësojnë çdo drejtë që ne na duhet, apo po. Livi si e shef? Parajs. Shtëpi. Shtëpi, tamam shtëpi. Në duar të kujt? Shita, Duar tona. Në duar të rinjve që janë duke protestuar tani në shesh. Po. Gjithashtu të kthehen dhe ata që kanë Nuk ikur. mendoj që nuk ka Shqipëria njerëz të duar. Mendoj që duhet filtruar. Duhet bërë një filtrim. Vetë dalë një Shqipëri e re, të dalë një Shqipëri i gjenit. Si edhe thirrja Keni menduar në jertin i pjesë të politikës? Unë të thash nuk më ka pëlqyer kur politika. Unë shikoj Por- vetëm. Jo kjo politikë që kemi sot Jo, deri. Sigurisht në Jo, politikë politikë akoma më të sot, drejtë. normalisht nuk ka si Dhe si koncept sigurisht. e them, domethënë, dhe në përgjithësi edhe si koncept nuk më ka pëlqyer sepse ka një hipokrizi brenda politikës që unë nuk bëhem dot pjesë e saj, sepse me sinqeritetin di veten shumë njeri të drejtë për të bërë pjesë e politikës. Kam qef të dal po të flas si qytetare, të flas dhe të ngrej zërin, por nuk e kam menduar, të them të vërtetën. Ma kanë Me thënë thënë shumë të persona, drejtën, po. e kam pas menduar, nuk kam qenë fare pro asnjë gjë nga politika, po dëshira e mamas time ka qenë shumë të merresha dhe akoma vazhdo si gjë. Dhe pse jo e shoh vetëm në politikë, por nëse unë jam nga, nëse do bëjmë një politikane në temin e të ardhmen, do jem një ndër ato që do t'i dal kundër çdo politikani tjetër, nëse vazhdon të rri politika që ne kemi sot në Shqipëri sigurisht. Do t'i dal kundër dhe mua do më hedhin poshtë për ato që dua të them të Pra si drejtën. një qytetare, si qytetarë të gjithë që ndrojmë, si politikan, Po nëse na Pse thënë jo? doni si Pse dihet. jo, sigurisht se jo. Ndoshta jo Teri, jo Livia, jo unë, jo Gjeni, por
Po Është ka flasim ardhur koha që në përgjithësi. politika duhet të qëndrojnë në duar të reja, duar Duhet që nuk e ka sigurisht. prekur asnjëherë politikën, dhe në duar të gjeneratës Mendoj në tonë. fakt që Pse jo? edhe koncepti i politikës Machiavelli nuk funksionon më, sidomos 2006-ën që jemi në një botë Do e kaq fikim. polarizuese që po shohim çdo ditë nëpër lajme dhe hap internetin shikon gjenocid live. Shumë e vërtet. Pra ti nuk ke nevojë të shkosh për shembull në Gaza, kur ti ke një live sa hap internetin të del gjenocidi përpara syve. Trauma dhe dhimbja është e tmerrshme. Sot më shumë se kur nuk kemi nevojë për politikanë që din të llafosin mirë. Kemi nevojë për Sot më shumë se adeptar. kur kemi nevojë për njerëz që kanë dëmshuri dhe dashuri. Ne kërkojmë dashuri. Unë dua ta mbyll me fjalë motivuese nga ju për bashkëmoshatarët tanë, për gjeneratën tonë, për pjesën tonë tjetër të familjes. Gjeni çfarë do që t'u thuash bashkëmoshatarëve, qoftë ti motivosh për të marrë pjesë në protestë ose për gjëra të tjera. Dua t'i them që dilni, si qëndroni mbyllur. Mos keni frikë për asnjë gjë, se nëse doni të qëndroni në Shqipërinë tonë të bukur, do jetoni këtu, do vazhdoni jetën këtu, kështu që dilni. Dilni në protestë për drejtat tuaja. Livia? Ta thot Tereza Sondatën. Në Në fund. fund. Okej, në fund Livia. Më duket se Livia do thotë diçka shumë. Unë bëj thirrje gjithë rinia shqiptare dhe jo vetëm rinia të bëjnë pjesë e protestave, të ngrenë zërin, sepse ky është vendi juaj, nuk është vendi botës. Dhe dua t'i bëj një thirrje kryeministrit, të cilin unë e kam votuar në fillimet të regjimit të tij, sepse kam dashur ndryshim. Dhe mendoj që kam të drejtë plot që t'i flas dhe t'i bëj një kritik nga ana ime si qytetare. Dhe t'i them që ti, zoti kryeministër, vjen nga një vend shumë i bukur, nga një fshat shumë i bukur që quhet fshati i Vunojit, i cili është i vetmi fshat në Shqipëri që ka semafor. Dhe të gjithë njerëzit që shkojnë aty mahniten nga ai fshat. Dhe është paradoks shumë i madh që ti që je me origjinë nga Vlora, je duke e shitur Vlorën. Dhe jo vetëm Vlorën, por shumë vende të Shqipërisë. Edhe të thethit që Nuk e di se ku e gjen realisht atë kurajon dhe guximin që të luash dhe të luash kaq pisët me djersën e këtyre njerëzve. Mendoj që protestat janë mjaftueshëm koment për të gjithë situatën e tanishme, kështu që unë po ja lë protestës gjithë përgjigjen e Faleminderit Tereza. këtij regjimi. Livia, flasë. Ndërsa, unë dua t'i sfidoj dhe dua t'i bëj një ftesë publike gjithë departamentit të filozofisë, më qenë student filozofie dhe neve kemi lindur që nga Sokrati e deri më sot, dhe kemi mësuar vetëm diçka, që ne jemi rebel dhe na kam pasur gjithmonë frikë. Dhe si filozof që jemi, dhe ju si pedagog të mi që më keni dhënë mësim, dhe që keni qenë figura mësuesit, Konfucit, për mua, ju bëj thirrje që të bashkohenim dhe t'i lëm pas çdo mosmarrveshje, çdo zënë me studentët dhe bëhuni bashkë me ne. Ne jemi fëmijët tuaj, jemi ardhur nga këtij vendi dhe kurse si mos na braktisni. Dhe dua të them edhe një fjalë mbasi ta mbyll, buk, djath dhe flamingo. Faleminderit shumë goca, ju falenderoj shumë. Kjo pra ishte Tryeza e Rumbullakët me gjeneratën Z, me gjeneratën e TikTokut. Do të shihemi në episodet e mëvonshme me pse jo prapë sërish me goca duke diskutuar dhe të shohim a jemi një gjenerat TikToku apo jemi më shumë se kaq.